Një tjetër skandal trondit botën e ndërtimit dhe politikës në Tiranë. Fitimet e basteve të paligjshme po lahen nëpërmjet ndërtimit të një pallati 28 katësh në zemër të Alidemit, ku pas skemës qëndron një landlendi palaj. Personazhi i njohur i dosjeve të policisë dhe Tom Doshi, i cili shfaqet si bashkëinvestitor i heshtur në këtë projekt luksoz, që do të ndërtohet mbi pastrim parash dhe varfërinë e qytetarëve. Lendi Palaj, 28 vjeç, i njohur si truri i rrjetit të basteve të paligjshme 333 dhe CR7, është arrestuar disa herë nga policia për organizim bastesh sportive, mbajtje armësh dhe përfshirje në konflikte të armatosura, por si gjithmonë, drejtësia është treguar e butë ndaj tij. Sipas burimeve për Timoni Pikal, megjithse ndaj tij janë ngritur akuza për veprimtari kriminale, Palaj ka dalë përsëri i lirë, duke vijuar aktivitetin e tij në hije dhe tashmë është në prag të një investimi marramendës, një kull 28 katëshe në Alidem, që pritet të ndërtohet përmes një shoqërie ndërtimi të regjistruar së fundmi në emër të familjarëve dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë. Burime pranë organeve tatimore dhe policore konfirmojnë se Palaj kryen evazion fiskal sistematik, fsheh të ardhurat reale dhe nuk deklaron pagat e punonjësve të tij në pikat e basteve dhe lokalet që kontrollon. Skema është e thjeshtë por e sofistikuar. Qarkullimi real i parave nga bastet ilegale kanalizohet përmes disa bizneseve fiktive, që operojnë si bare apo fast food, ndërsa një pjesë e parave transferohet për ndërtimin e kullës me 28 kate në Alidem, ku pritet të përfshihet edhe kapital nga grupi ndërtimor që lidhet me Tom Doshin. Hetimet e fundit të policisë zbulojnë një rrjet të tërë personash që menaxhon bastet ilegale në Tiranë, ku Palaj ka qenë gjithmonë figura kyçe. Ai ishte arrestuar më herët gjatë një kontrolli në lokalin e tij në zonën e Xhamllikut, në rrugën Sadik Petrela, ku policia gjeti prova të qarta për veprimtari bastesh sportive përmes celularëve dhe komunikimeve të koduara me klientët. Në pranga krahas Palajt ranë edhe Arsen Zebi, Florian Çela, Ergest Lloci dhe Ergest Alisha, të cilët merreshin me organizimin dhe shpërndarjen e fitimeve të basteve. Megjithatë, ajo që trondit më shumë është fakti se parat e fituara nga këto aktivitete kriminale po përdoren për të ngritur struktura shumëkatëshe në Tiranë, duke u larë përmes sistemit bankar me dokumente të falsifikuara dhe deklarata fiktive të investimeve të huaja. Ky model është i njëjtë me atë të përdorur në vitet e fundit nga disa persona të lidhur me rrjetet e lojrave të fatit që pasi u mbyllën në vitin 2019, vijuan aktivitetin në mënyrë të fshehtë në mbulesën e lokaleve, lonzheve dhe pikave të fast cashit. Një hetim i nisur nga strukturat e antipastrim parave tregon se emri i Lendi Palajt lidhet drejt për drejt me disa llogarit hapura në emër të afërmëve të tij në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, përmes të cilave janë kryer disa transferta të dyshimta prej qindra mijëra eurosh. Këto shuma mendohet se po përdoren për të financuar ndërtimin e pallatit 28 katësh në Alidem, një zonë ku tokat janë blerë me çmime nën vlerë, duke u paguar pronarëve në dorë pa gjurmë në banka. Pyetja që lind është e qartë: pse një person si Lendi Palaj, me disa precedent penal, me arrestime për armbajtje e paleje dhe për përfshirje në baste ilegale, nuk është ende në burg? A janë strukturat e drejtësisë pjesë e zinxhirit të mbrojtjes që garanton pastrimin e miliona eurove përmes ndërtimit? Në një shtet normal, një person i tillë do të ishte tashmë në pranga, në nënhetim për pastrim parash dhe financim të aktiviteteve kriminale. Por në Shqipëri, aty ku krimi vishet me kostum dhe kthehet në investitor, Lendi Palaj po përgatitet të ndërtojë një kull që do të shërbejë si monument i pastrimit parave të basteve dhe dështimit të shtetit për të mbrojtur qytetarët. Dëshmitarë në zonën e Alidemit pohojnë se punimet për ndërtimin e kullës pritet të nisin brenda këtij viti, ndërsa kompania që do ta ndërtojë ka siguruar tashmë dokumentet për leje ndërtimi nëpërmjet ndërmjetësve të lidhur me ish-deputetin Tom Doshi. Kjo nuk është vetëm një aferë ndërtimore, por një sinjal i frikshëm se si paratë e pista po marrin forma betoni në Tiranë, përmes bashkëpunimit të biznesit të krimit me politikën. Nëse prokuroria dhe SPAK nuk ndërhyjnë tani, ky projekt 28 katësh në Alidem do të jetë jo vetëm simboli i një ndërtese, por dëshmia më e qartë e faktit se bastet, krimi dhe politika ndërtojnë sot pallatet e së nesërmes në Shqipëri. Marrë nga Timoni Pikal.